Loredana dhe Joz Marku gjatë kohës ai që brenda shtëpisë së famshme shfaqën pëlqim për njëri tjetrin, aty ku dukej se lidhja e tyre konsolidua, menjëherë pas veprimit të Jozit ndaj Gjestit, Loredana u step diksi. Nga zhvillimit e fundit kemi parë që Jozi ka hequr Loredanën nga Instagrami i tij, ndërsa Loredana e mbante akoma atë, dhe menjëherë fancat këtë gjë e morën sikur Jozi hoqi dorë nga Loredana. Pas kësaj ndodhie, Joz Marku publikoi këngën e tij më të re të titulluar Dhimbje, që u përqafua mjaft mirë nga publiku. Por së fundmi, vëmendjen e madhe ka marrë një video e Loredana Bratit. Ajo ka publikuar një video duke shijuar këngën e re të Jozit. Edhe pse akoma të paqartë, ish konkurrentja bën me dije se nuk heq dorë lehtë nga ai, duke dëshmuar fjalët që ajo thonte brenda shtëpisë së famshme, se dashuria për Jozin ishte mjaft e madhe dhe se nuk mund të fikej me butona, se çfarë do të ndodhë mes tyre na mbetet vetëm të presim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.